Po, kanceri i qafës mitës është një problematikë e veçantë në Kosovë, meqense se sot bëjmë trajtime shumë moderne të kësaj sëmundje, edhe klinika onkologjisë, së bashku me klinikën e ginekologjisë, e cila bën trajtimin fillestar në aspektin operativ. Klinika onkologjisë ka një bashkëpunim shumë të mirë dhe të ngushtë dhe bën trajtimin e këtyre rasteve ose femrave të cilat vujnë me kancer të qafës mitrës. Dhe numri i pacientëve me këtë sëmundje nga viti në vit ka një tendencë të rritje dhe vitin e 2025 ne kemi do të dhëna që ky numër sillet mbi rreth 100 vetëm të qafës mitrës, kurse të organeve gjinitale në përgjithësi numri është edhe më i lartë, shkon deri në 170 dhe është pak më i lartë se vitin 2024. Pa ajo që ne na shqetëson dhe jemi shumë duhet të bëjmë edhe më shumë dhe jemi shumë të kujdesshëm dhe në trajtimin e tyre është se gjejmë pacient akoma pra të cilët janë në stadiet të avancuara të sëmundjes, kur sëmundja është e pa operuar dhe kur fillimisht duhet bëhet trajtim radioterapeutik dhe onkologjik, pra kombinim i rrezatimit me kimioterapi, dhe kjo pastaj edhe pse trajtimi është korrekt dhe adekuat, meqense sëmundja nuk mund të operohet, atë normalisht edhe prognoza e saj është jo e mirë. Pra kjo është shqetësim i ekspertëve të cilët merren me trajtimin e sëmundjeve malinje qafës mitrës, pra numër i konsiderueshëm i femrave të cilët kanë stadiet avancuara të sëmundjes, por në anën tjetër edhe moshat e reja, pra femrat të cilët janë ndër moshën 50 vjeçare ose 40 vjeçare, të cilët vuajnë nga kjo sëmundje. Dhe një numër i konsiderueshëm prapë për fat keq, jo të mirë, janë HPV pozitive ose të infektuara me një lloj virusi, dhe për të cilën virus ne Ministria e Shëndetësisë nga 2 vite përpara ka filluar vaksinimin e vajzave që është nga klasa 7-8, dhe në këtë mënyrë mendojmë që pas 10-15 viteve ne do të kemi si rezultat i vaksinimit të rregullt të popullatës, do të kemi një situatë më të mirë, më të favorshme në kuptim të sëmundjeve malinje të qafës mitrës dhe organeve gjinitale në përgjithësi të femrave. Pra, shkaku kryesor që përmenda është pra një nga shkaqet kryesore është i virusi me HPV. Shkaqet tjera janë të ndryshme, do të femrat të cilët nuk lindin, ose femrat të cilët martohen vonë, të cilët ndrojnë partner shumë, edhe kanë komorbiditete tjera, faktorë tjerë të ambientit jashtëm, ose faktorë siç janë shpejtë damshëm, ose konsumimi i duhanit, ose abuzimi me alkool, dhe disa predispozita gjenetike bëjnë që kjo sëmundje të jetë pak më e shfrytëzuar te ato femra të cilët kanë këta faktorë. Kjo është e dyanshme e para do të kemi një vaksinim të mirë të popullatës që është duke u bërë, dhe kjo është për përgëzim, dhe e dyta të bëjmë kontrolla sidomos femrat të cilët nuk kanë linë, por ato të cilat kanë linë, dhe të femrat të cilët kanë një moshë caktuar, pra që nga mosha 30-40 vjeçare, dhe ato të cilët nuk janë të martuara ose ato të cilët nuk kanë linë, rekomandohet që të bëhet një papatest, një ekzaminim shumë i thjeshtë i qafës mitrës, një herë në vit ose në 6 muaj, sipas rekomandimeve të mjekut, dhe në këtë mënyrë të kemi një pasqyrë të saktë se çfarë po ndodh me organizmin e një femre, dhe në këtë mënyrë të zbulojmë ndryshimet eventuale të cilët mund të jenë prezente. Sëmundja është zakonisht e moshave mbi 50 vjeçare, por shqetësuese dhe problematikë është femrat të cilët janë ndër moshën 50 vjeçare dhe janë në formë agresive të sëmundjes, e numri i rasteve të tilla këto 2-3 vite të fundit është në ngritje. Pra kemi përqindje të vogël, por megjithatë ne identifikojmë dhe trajtojmë do të femrat të cilët kanë sëmundjen në stadin 3-4, kur është inoperabile, zakonisht pozitive, dhe ato të moshave prej 30 deri në 50 vjet. Ky numër do të meqense mund të varierojë prej 15-20 personave në vit, çdo vit 1-2 më shumë 3, dhe kjo është shqetësuese për ne, pasi kjo tregon se edukimi shëndetësor i popullatës sonë akoma është në nivel të mjaftueshëm, por në anën tjetër edhe programet nacionale të screeningut, të cilat shpresojmë që këtë vit ndoshta të funksionalizohen, duhet të jenë më strikte dhe përmes programeve të depistimit të kësaj sëmundje, pra programet nacionale të screeningut, ne mund të kemi një situatë më normale të sëmundjeve malinje të qafës mitrës dhe mund të bëjmë më shumë në kuptim të zhvillimit të procesit.